Kjo botë është një ëndër dhe të mashtrohesh prej saj është një shkak për keqardhje. Le të thellohemi në thelbin e kësaj thënie në dritën e Kuranit. Allahu na përkujton në surën Hadid, ajetin 20. Dijeni se jeta e kësaj bote është vetëm lojë, zbavitje, stoli dhe mburrje mes jush, dhe shtimi i pasurisë dhe i fëmijëve, si shembulli i shiut, prej të cilit bima i habit buqit, pastaj thahet dhe e sheh se janë zverdhur, pastaj bëhet gërmadh. Ky ajet thekson natyrën e përkohshme të kënaqësive të kësaj bote dhe joshjen mashtruese që ajo mban. Ashtu si një bim thahet pas rritjes së saj fillestare, tërheqjet e kësaj bote përfundimisht zbehen dhe na lën duar bosh. Prandaj, të qenit i mashtruar nga kënaqësia e përkohshme e kësaj bote është me të vërtet shkak për keqardhje. Allahu mëtej na paralajmëron në Kur'an në surën Munafikun, ajeti 9. O ju që besuat, as pasuria dhe as fëmijët tuaj mos t'ju largojnë nga përmendja e Zotit, e kush e bën këtë, ata janë të humburit. Ky ajet nxjerr në parë rrezikun e të qenit i pushtuar nga aspektet materialiste të kësaj bote, si pasuria dhe fëmijët, deri në masën që ne i lëm pasdore detyrimet tona shpirtërore. Ata që i japin përparësi punëve të kësaj bote mbi përkujtimin e Allahut, përfundimisht do të jenë ata që humbasin në botën tjetër. Imam Aliu, i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij të pashembullt, na kujton se kjo botë është thjesht një ëndër, iluzion. Ashtu siç nuk lidhemi me një ëndër sapo zgjohemi, nuk duhet të lidhemi tepër me kënaqësitë dhe shpërqendrimet e përkohshme të kësaj bote. Në vend të kësaj, ne duhet të përqendrohemi në realitetin e përjetshëm dhe të përpiqemi për shpërblimet e përjetshme të botës tjetër. Duke menduar mbi këtë thënie, ne kuptojmë se qëllimi ynë përfundimtar në këtë botë është të kërkojmë kënaqësinë e Allahut dhe të përgatitemi për jetën e përjetshme që na pret. Nuk duhet të lejojmë që të mashtrohemi nga atraksionet e përkohshme të kësaj bote, pasi ato do të çojnë vetëm në keqardhje dhe zhgënjim. Le të kujtojmë fjalët e Allahut në Kur'an. Dhe jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër veç se lojë dhe argëtim. E bota tjetër është më e mirë për ata që kanë frikë. A nuk mendoni? Allahu na dhën urtësinë për t'i dhënë përparësi të përhershmes mbi të përkohshmen, dhe le të përpiqemi të kërkojmë kënaqësinë e tij në të gjitha veprimet tona.